Përshëndetje Arbri, tema për sot titullohet Lënda dhe grimcat. Shkencëtarët kanë vërtetuar dhe studiuar lëndën për gjatë mijëra viteve, dhe sot besohet që lënda është ndërtuar nga grimca shumë të vogla, të cilat ndodhen në lëvizje të vazhdueshme. Shkencëtarët kanë vërtetuar se për të mbajtur këto grimca bashk, ka forca tërheqëse të cilat ndryshojnë në varësi të gjendjes. Kjo është quajtur teoria e grimcave të lëndës dhe është mjaft e rëndësishme për kimistët, pasi ndihmon për të shpjeguar ndryshimet e gjendjeve fizike dhe kimike të lëndëve që na rrethojnë. Atomet dhe molekulat. Grimcat e një lënde janë të vendosura në mënyra të ndryshme. Grimca më e thjeshtë është atomi. Një atom mund të imagjinohet si një top, si një sferë e vogël. Ekzistojnë lloje të ndryshme atomesh që gjenden në të gjitha llojet e lëndëve. Tani atomet në çfarëdo lloj gjendje që të jetë lënda janë jashtëzakonisht të vogla dhe atomi me diametrin më të madh është, nëse kemi zeron, presjen dhe kemi 9,05 metra. Dhe ky është atomi me diametrin më të madh. Ka atome të tjera të cilat janë më të vogla. Domethënë bëhet fjalë për grimca jashtëzakonisht shumë të vogla. Disa substanca të nguta, të lëngta dhe të gasta janë të përbërë nga molekula, sikurse është molekula e ujit, e cila është përbërë nga 2 atome hidrogjen dhe 1 atom oksigjen që lidhen së bashku. Gjendja dhe grimcat. Ndryshimet ndërmjet 3 gjendjeve të lëndës mund të shpjegohet me mënyrën se si janë të lidhur grimcat nëpërmjet tyre, lëvizjet, hapësirat dhe forcat e tërheqjes. Atomet dhe molekulat kanë përmase shumë të vogla, ndaj nuk dallohen dot me sy të lirë as me mikroskop shumë të fuqishëm dhe për këtë arsye ne duhet të përdorim imagjinaton për të kuptuar se si mund të jenë ato, sepse kjo na ndihmon për të shpjeguar dhe natyrën e lëndës. Këto ide rreth grimcave të lëndës kanë shumë rëndësi. Nëse ne do të donim të imagjinonim se si janë të vendosura këto grimca dhe si lëvizin ato në raport me njëra tjetrën. Provojmë të imagjinojmë ndryshimin ndërmjet grimcave që ndodhen në lëndë të ngurtë, të lëngët dhe të gastë. Ne duhet të familiarizohemi me teorinë e grimcave, sepse ajo na ndihmon për të kuptuar ndryshimin më të thjeshtë fizik apo reaksionin më të thjeshtë kimik. Atëherë, atomet në një trup të ngurtë janë të vendosur në mënyrë të rregullt pranë njëra tjetrës. Qëndrojnë bashkë dhe arrihet me anë të forcave tërheqëse ndërmjet njëra tjetrës. Në këtë rast, atomet nuk zhvendosen në raport me njëra tjetrën, por thjesht lëkunden para dhe prapa. Hapësirat ndërmjet 2 grimcave janë të vogla. Forcat tërheqëse ndërmjet atomeve dhe molekulave në lëngje janë pak më të vogla se tek molekulat dhe atomet e lëndëve të ngurta. Distanca midis grimcave është pak më e madhe se te trupat e ngurtë dhe ato mund të lëvizin rreth njëra tjetrës, ndërsa forcat tërheqëse ndërmjet atomeve dhe molekulave te gazet janë shumë më të dobta, hapësirat ndërmjet tyre janë më të mëdha dhe ato mund të lëvizin në drejtime të ndryshme, në të gjitha drejtimet e mundshme. Disa kuriozitete për sa i përket atomeve. Atomet janë aq të vogla sa në një gotë me ujë që ne pijmë zakonisht, ka një sasi të tillë atomesh dhe molekulash që është 10 deri në fuqi të 25 atome, që është goxha. Në temperaturën e dhomës, grimcat në ajër lëvizin në një shpejtësi shumë të madhe, 1500 km/h, që është goxha shpejtësi e madhe, dhe kjo është një shpejtësi më e madhe se ajo e lëvizjes së avionëve. Deri tani ne kemi kuptuar që lënda ekziston në 3 gjendje, në të ngurtë, të lëngët dhe të gastë. Ndryshimet kryesore të lëndës janë shkrirja, ngrirja, avullimi, vlimi dhe kondensimi. Pika e shkrirjes dhe pika e vlimit të një substance janë temperaturat të caktuara në të cilën ndodhin këto ndryshime. Të gjitha lëndët janë të përbëra nga grimca të vogla. Nëpërmjet grimcave ka hapësira. Te trupat e ngurtë, grimcat janë pranë njëra tjetrës, nuk lëvizin, ato vetëm mund të lëkunden para mbrapa. Të lëngjet, grimcat ndodhen pranë, por edhe mund të lëvizin rreth njëra tjetrës.
Largësitë midis grimcave të gazit janë goxha më të mëdha, ato mund të lëvizin në të gjitha drejtimet. Atomet janë grimcat më të thjeshta që të gjenden në të gjitha lëndët. Molekula është një grimc e përbërë nga bashkimi i 2 ose më shumë atomeve.